Hej miq të pas pak, ja ku jemi sërish bashkë në zemër të Partizanit. Tu jemi me imazhin e Partizani Channel. Ideja është të thjeshtë, të qartë, një klub si Partizani normalisht që kërkonte gjithmonë të rritet në çdo fushë, jo vetëm në futboll. Unë do jemi pjesë e sfidës. Hej miq të pas pak, ja ku jemi sërish bashkë në zemër të Partizanit. Këtë herë për të treguar jo vetëm lojtarët, por edhe mekanizmat që qëndrojnë pas tyre. Tani është momenti që të falenderoj edhe sponsorin ton, Zdraven. Dhe mos harroni të na bëni subscribe në YouTube dhe ndiqni në gjitha platformat tona, si Facebook, Instagram, TikTok, gjithandej. Shihemi pas pak. Me Partizanin. Me ty jam partizan, në çdo që ti nuk e di përse në zemrën time je, jo nuk po e kuptoj. Nuk e di përse në zemrën time je, jo nuk po e kuptoj. Miq të pas pak, tu jam me menaxherin e Partizanit për vitesh, Ildi Dajlani. Ildi, mirë se gjeta dhe faleminderit që na mikpritet në këtë perandori, le të themi. Për sa vitesh je pjesë e strukturave të Partizanit? Plot 13 vite. 13 vite histori dhe eksperiencë. Sa ndikojnë do të pyesun ty kushtet në performancën e lojtarëve? Është kryesorja sepse është baza. Është baza për një plan afatgjat. Cilat janë edhe investimet më të rëndësishme që janë bërë? Një prezantim të përgjithshëm. Po pra, që të prekim gjitha pjesët e strukturës Partizanit. Ato që prek dhe vetë lojtari, dëshirin edhe ju tani. Ke menduar ndonjëherë ta lësh Partizanin? Kur? Në të vjen një ofertë më lart? Jo fare. Po them nga jashtë, jo brenda. Jo fare. Kjo është hapësia e dedikuar vetëm lojtarit, i cili le të themi vjen, ndrohet, mbaron punë me stafin mjekësor, kalon palestra, nga palestra kalon fushë. Tani është vërtet emocion momentin që shikon këtë pjesën që futesh tek pjesa fushë dhe gjithë ky ndriçim që vjen. Po tjetë sa vjen në fund. Po, edhe atë po mendoja pak, kur ke emocion tani, imagjinoj kur tjetë edhe pjesa e tifozërisë. Tani aktualisht po stërvitet pjesa e ekipit B. Dhe gjitha ekipet bëjnë pjesën e stërvitjes këtu edhe i femrave dhe gjitha nga U13 deri tek Ildi, faleminderit shumë herë për kohën tënde dhe ishte vërtet fantastike kjo risi që keni sjellë këtu në Shqipëri. Ildi na tregoi disa detaje, tani do vazhdoj tek zyra e tij dhe ne do vazhdojmë te Partizani Channel. Ka shumë surprizë. Faleminderit shumë. Grazie edhe për mua. Shihemi pas pak në Partizani Channel. Miq të pas pagut, tani do të tregojmë pjesën e Partizani Channel dhe këtu jemi me imazhin e Partizani Channel. Jo unë domethënë, po me Cindy Tusha. Cindy, mirë se gjeta. Mirë se erdhët. Tani unë do të pyes, të jesh imazh i Partizani Channel është më shumë presion apo privilegj? Privilegji është jashtëzakonisht shumë i madh, por presioni është akoma dhe më i madh. Se kemi të bëjmë me një nga ekipet më të mëdha të futbollit në Shqipëri, është Partizani. Kjo ndjeve kur e morë edhe si propozim, e pranove kështu me një herë apo the do ta mendoj? Në fillim kisha shumë frikë. Okej. Thoja, do më kisha ato dyshimet e mia, nuk e bëj dot, është Partizani, domethënë. Si mund kesh frikë, gjithë kjo të ketë frikë, e kupton? Ka. Tani nuk e di, ndjen ndonjëherë e paragjykuar që ndoshta një vajzë ka të lidhur me futbollin? Jetojmë në një kohë që nuk besoj se ka vend për paragjykime. Edhe po ndryshon kjo. Emisionet sportive drejtohen nga vajza dhe gjërat kanë ndryshuar. Vajzat gjithmonë fillojnë gjithnjë pranojnë më shumë në botën e futbollit. Po na lënë pa punë ne, kështu që po na marrin edhe futbollin. Aty ku ishim ne çuna, po dominojnë femrat. Do ju marrin kalan nga brenda. Tani do të pyes edhe si lindi ideja për të hapur kanalin Partizani Channel. Do kisha shumë dëshirë nëse do isha pjesë e Partizani Channel që në fillim. Sigurisht dëshira është më e madhe. Në qoftë se përgjigjen e kësaj pyetje do ta jepte një nga nismëtarët, është zëri zyrtar i Partizani Channel, është një nga tifozat më të zjarrt të Partizanit. Gjithë të Partizanit që kanë këto tifozat zjarrt. Për Parim Kodra ose siç e njohim dhe ndryshe, papi i famshëm i Partizanit. Papi Quli i Partizanit. Tani do ikim që të shohim edhe pjesën e Partizani Channel dhe të takojmë dhe papin, pasi siç u pa, Cindy nuk punon, por punon papi. Kështu që jeni me mua.
Përshëndetje. Tani surprizë. jemi në Përshëndetje, zyrat e përshëndetje. Partizani Channel. Reklamën që më kanë bërë për përparimin ose ndryshe papi ishte goxha e madhe. Më thanë që pjesë e strukturat Partizanit prej vitesh dhe kështu. Gjithë këtu te Partizani ishin kështu besnik, më duket, jo kishin dhënë këshill që të thonë jemi tifoza besnik të Partizanit, apo jeni realisht? Ky klub zakonisht i përzgjedh njerëzit. Okej. Edhe një nga besnikët edhe një nga të parët është edhe Flori, që du ta përshëndesim. Flori, si je? Shoqëria jon, nëse un kam këtu nga të parët i Partizani Channel, ai është nga të parët tek klubi Partizan. Të janë ato të heshtur. Po spatëm këto ne kemi marrë. Duke qenë se do të trajtojmë këtu si podcast. Edhe unë jam i ftuar, po unë do bëj pyetje. Kjo është kënaqësi me modë sepse shpesh e kërkoj dhe unë në podcast e mi që dikush ta marr moderimin dhe të më bëj pyetje sepse unë kam shumë dëshirë të shpreh. Nuk e di, një vend pune te Partizani. Na duan disa neutrale dhe kështu me fani, kënaqësi. Faleminderit shumë. Tani unë do të pyes si lindi ideja për hapjen e një kanali sportiv si Partizani, ose Partizani Channel. Ideja është e thjeshtë, e qartë, një klub si Partizani normalisht që kërkonte gjithmonë të rritet në çdo fushë, jo vetëm në futboll, por tjetërsi edhe tek pjesa e televizionit, pjesa e gjitha edhe akademi që ka super lart momentalisht, edhe që të ecin paralel me skuadrën, do kishim edhe një televizion siç e ka çdo klub europian me standarde që kërkon trofe, kërkon histori. Pra, të rrini edhe standardin e klubeve Patjetër, për të mbuluar sa më shumë imazhin e skuadrës parë, që është qëllimi kryesor, por patjetër edhe të mbulim akademinë. Po shoh tani që kjo tavolina këtu akoma nuk është vënë punë, le të themi, në mënyrë zyrtare, por besoj që do trajtojnë tema të ndryshme në podcast. Jo, faktikisht ne këtu kemi bërë rreth 17 episode, por kjo tavolinë këtu do spostohet dhe do bëjmë akoma më të madhe. Edhe një studio më serioze, më të gjerë. Gjithsesi kjo ka shumë histori kjo. Vazhdojnë investimet tek pjesa Partizanit. Në rast se do të vinte një ofertë tjetër, nga një klub tjetër, me një pagesë edhe më të mirë, do ndrojë Partizani? Shiko. Që ta shohim se sa besnik janë. Në fillimet e mia unë nuk kam ushtroj këtë profesion, kam qenë pjesë e hotelerisë dhe me plot kënaqësi e them me krenarisë ka një problem. Po përpara kam qenë tifoz edhe një nga pjesëtarët e grupimit të Ultras Goris, që i përshëndes, janë ato që më kanë shtyrë. Edhe kur kam nisur këtu kam filluar me një rrugë simbolike. E kuptoj. Edhe kur nuk kam thënë domethënë ka qenë me shumë pasioni. Po patjetër ishte ëndra ime që të isha pjesë. Pastaj kur e mendohet që një skuadër tjetër të ushqej me këtë lloj fryme, me këtë pasion se be dot kurrë. Edhe sikur të pranoj, do stonoj shumë sepse e kam burim pasion në shpirt. Nuk është se kjo është, le të themi, pjesë e punës time, është pjesë e pasionit dëshirës time. Kështu që absolutisht jo. Mbase është besnik, e tha, është besnik. Mbase në pjesën e kombëtares, kur bëhet fjalë për kombëtaren, je i falur, e kupton këtë, në opinion publik do të falë. Rivalëve, asnjë. Tani lejo të thras edhe kështu papi, shkurtimisht edhe unë edhe nuk e di, shpresoj që edhe unë të jem në pjesë e podcastit të Partizanit. Sa të bën gati kështu. Kaq për pjesën e Partizani Channel me papin këtu. Cindy shkoj që të pastroj ca ambiente që ti rregulloj kështu, do kapim edhe ca ambiente detajet vogla të Partizani Channel dhe për sa i përket papit, thjesht ta falenderoj edhe si që kemi, shpresoj që tashmë të jemi tek podcasti im. Patjetër, megjithëse. Po ti je edhe i frymëzuar, i përgatitur për Partizanin. Për Partizanin gjithmonë do bëhem edhe unë besnik i Partizanit me që jemi pas pak. Faleminderit që të janë ambientet e tjera të Partizani Channel. Këtu është studia e lajmeve, le të themi, ku jepin lajmet e mira dhe të këqija të Partizanit. Këtu jam sërish me Cindy Tushaj, që nuk e di që do na thuash diçka të veçantë për këtë kanal. Vlen për të përmendur që Partizani Channel është i vetmi kanal televiziv që i dedikohet plotësisht një klubi futbolli. Këtu jepem të gjithë zhvillimet e fundit në lidhje me ekipet. Jo vetëm ekipin A, po kemi ekipin B, ekipin e femrave kemi dhe sigurisht më të rëndësishme Akademinë e Partizanit. Gjithmonë fokusoni vetëm tek ekipi i Partizanit tek pjesa lajmeve. Tani që unë do vazhdoj të jap lajmet me Cindy sot, kështu që pasi të jap lajmet do jemi edhe tek pjesa e hotelerisë, kështu që na ndiqni në pas pak. Miq të paspagut, tani këtu jam me menaxherin e kompleksit dhe ma la dhe kështu porosi që ta them emrin siç duhet, Enjard Daja. Enjard, përshëndetje. Faleminderit që na pritet te kompleksi Partizanit dhe tani do shohim, besoj, edhe pjesën e strukturës restorantit, dhomave dhe gjitha me radhë që do na shpjegoj edhe Enjardi funksionet dhe sa ka ndiku kjo pozitivisht edhe në frymën e ekipit, por edhe në cilësinë e ekipit që të ketë performanca më të mira. Një ndër faktorët kryesorë që një lojtar ka, sidomos në përditshmërinë e tij, në pjesën e gjithë karrierës, ushqimi është një nga gjërat më kryesore.
Pra i kanë dietat e para përgatitura. Nuk është se dikush mund të thotë, a mund kem pak djathë për shembull? Është pak strikte kjo pjesa. Ndodh për shembull te keni ka pletar në sneksa në dhomat e Sa duket. Cili është vetvete edhe synimi, krijimi i hotelerisë që futbollistët ketë gjitha kushtet dhe ketë i kompletuar në momentin që vjen tek ekipi i Partizanit, le të themi. Unë mendoj që një ndër gjërat më mira dhe më të rëndësishme që një klub ka, ose më saktë Partizani ka, është ky hotel. Është shtëpi, është jetë, është çdo ditë ata marrin dhe jetojnë këtu. Ne quajmë këtë gjë një shtëpi. Pra po ikim te shtëpia Partizanit. Sado që është një hotel, sado që është një duke i plotësuar gjitha kushtet. Gjitha kushtet 100%. Atëherë që kjo është për sa i përket pjesës së restorantit, pas do shkojmë edhe pjesën e hotelerisë, se ku flen lojtarët. Kjo është pjesa e dhomës ku lojtarët akomodohen dhe qëndrojnë brenda kompleksit Partizani. Shoh që çdo gjë që ka dhënë logo me Partizanin, që i keni kushtuar rëndësi dhe detajeve. Detajeve i keni kushtuar rëndësi, ka qenë një kërkesë personale ime në këtë rast, sepse do ishte shumë mikpritse. Është diçka e veçantë. Është një gjë shumë, domethënë se pra futesh në dhomë. Janë detajet vogla, por që kompletojnë atë pjesën e dhomës. Tani më kanë thënë gjithë që jemi klub besnik Partizanit, edhe ti besoj besnik. Unë jam Partizani nuk quhesh besnik, po unë jam një lushnjar me Partizanin. E them ndryshe. Okej, po do të pyes edhe ti, do ndroje për një ofertë më të lartë Partizanit? Jo. Jo. Se s'mani njëri po. Tani pjesa dhomave, domethënë është gjithmonë dyshe dhe ka qenë si hapësira? Po, janë njëti standard, janë dhoma dyshe. Ka lojtarë që thonë du të rrim me këtë, për shembull du të rrim me atë? Ka kërkesa, ama janë kërkesa dhe janë kërkesa shoqërore. Po që bën mbrojtësi do të rrimë mbrojtësin. Po. Sulmuesi. Po, bëjmë mohabetet. Kemi edhe pjesën ku lojtarët kanë sa momente që do mund të argëtohen. Kjo është pjesa ku më e bukur. Më e bukur, unë doja të vija. Kjo është që mezi po priset të vijë. Tani këtu lojtarët mund të luajnë ping-pong, shadh, bilardo dhe të kalojnë ndoshta edhe kohë me njëri tjetrin. Ne kemi kapur lojrat më argëtuese apo më më praktike që përdorin edhe çunat. Dhe që mund të futen 4 lojtarë, 3-4 lojtarë pra të angazhohen disa vete tek pjesa e lojës. Patjetër siç thënë ti me fushorët, qofse kanë dëshirë, kanë shau. Kanë shau që zhvillojnë vizionin. Dhe patjetër edhe basketbolli nuk mungon. Okej. Në pjesën e hotelit mbrapa kemi një zonë ku është fushë basketbolli, posaçërisht për kohën e lirë. Futbollistat luajnë te basketbolli, ja. Kur kanë kohë. U mor vesh edhe kjo. Tani unë do luaj çik me ekipin këtu, sa ping-pong. Po ta lë sallën të gjithën tënde. Po të përcjellum ti tani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithë guiden, kështu që me që unë do luaj çik me lojtar, kështu që shihemi pas pak. Atëherë miq të Paspagut, ekipi Partizanit nuk është se ka vetëm ekipin e çunave, por ka edhe ekipin e femrave. Dhe këtu jam me trajnerin e ekipit femrave, Cyme Lulaj. Përshëndetje dhe mirë se gjeta. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte ime. Gjithashtu edhe ime. Tani si filloi që ti po merresh me futboll, domethënë, në ca detaje vogla. Duke nisur, domethënë, pasionin që kam pas për futboll, pavarësisht Sa vite ke që merresh? Unë aktualisht si trajneri ka 10 vite që merrem me këtë profesion. Sa e rëndësishme është puna me moshat? Atëherë, duke ditur që futbolli do në radhë parë do pasion, do punë, sakrificë. Nëse nuk i arrim me këto gjëra, atëherë nuk ma merr mendja që mund të arrim diçka më lart. Besoj që puna dhe pasioni është mbi ato që do t'japim këtyre vajzave që të arrijnë sukses, sepse mos të kapin ekipet kombëtare. Ti si beson, më mirë që të kesh shumë talent apo shumë punë? Unë mendoj që duhet të ndërthuren të dyja, sepse pa talent dhe pa punë është e paarritshme të arrijmë sukses. Mund të kesh talentin, po nuk e praktikove. Atëherë mund ngelesh vend numro. Tani para se të fillojmë ato ndeshjet mallore, duhet të kaloni një sfidë që unë do jemi pjesë e sfidës, nëse do arrini më kaloni mu, atëherë jeni gati besoj edhe për Unë mendoj që unë sfidoj gocat e ekipit. Ti mund sfidosh, po do dalësh humbës.
Qa në femra të gjitha. Si dhe ishte mjaft e mirë. Për tjerë nuk bëj, po për lojtarë isha përse. Ndoshta si Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sukses. Faleminderit shumë edhe për intervistën. Nasia ishte imja. Edhe ju sa më shumë sukses edhe sa më shumë lart. Për neve është një sakrificë shumë e madhe. Na vajtë po na merr edhe frymë. Duke ditë, domethënë sakrifica e vajzave që vinë edhe nga rrethet, vinë nga Pushkruja, vinë nga Berati. Përse këto hynë shumë edhe pjesa pasionit. Pjesa pasionit është mbi gjitha, kështu që për neve është kënaqësi, sidomos Akademia e Partizanit ketë 2 ekipe femrash, është një arritje shumë e madhe. Kushtet janë fantastike. Urojmë dhe shpresoj të na bëjnë edhe ca komplekse tjera që të mos kemi shumë vonesa orare për stërvitje, sepse vajzat janë vërtet që ja vlen punohet me ta. Faleminderit shumë edhe një orë sa më shumë sukses edhe sa më lart. Tani miq, duke qenë se nuk na del dita që të kapim gjitha strukturat e Partizanit, kap këtë, kap atë, kështu që kaq për këtë pjesë të parë dhe shihemi në part 2 për zbuluar akoma më shumë surpriza rreth strukturës së Partizanit dhe ekipeve të tyre.